Alarmi I urgjencës gjithnjë më shpesh po jehon rrugëve të Tetovës, pas çdo thirrje qëndron dikush me shëndet të rënduar, kurse ndonjëherë dhe luftë për jetën. Ekipi I ndihmës së shpejtë brenda ditës intervenon në 10 raste. Me ardhjen e sinës së verës, temperaturat po rritën ndjeshëm, nga temperatura tropikale e deri te kreshjet e shiut dhe bubullimat brenda vetëm pak orësh, moti po bëhet gjithnjë e më I paparashikueshëm. Si e përballoni të nxehtin këto ditë? Pak nxehtë, po. Po, a keni ndonjë vend që shkoni dhe freskoheni atje? Apo... Po mendojmë ka banja e Tetovës, ka Struga, Ohri, qaja. Nuk kam problem, Jo, a? nuk kam pengon. Po, a keni ndonjë vend në Tetovë ku shkoni dhe freskoheni? Unë shkoj mas shumë të në banjë. Në banjë? Banjë, po. Edhe atje freskohemi, afër lumit, ka vende shumë të mira, ka restorane, ka vende për të pushu. Mirë. Mirë? I gjepë shumë. Po, ku shkoni mu fresku? Në kafe shkoj. Në kafe? Kafe. Ska në krejë shkoj? Ja, ka marrë diçka punët të shtëpia. S'ka marrë për shkë.